Teksa tashmë ka kaluar pothuajse një javë që nga nisja e Kupës së Botës, të gjitha kombëtarët pothuajse kanë debutuar në këtë kompeticion, teksa sonte në fakt presim edhe dy sfida të rëndësishme. Argentina ka dominuar takimin e saj ndaj Algjerisë me yllin Argentinas Leo Messi, i cili arriti të thyej edhe rekordet e tjera. Rezultat pozitiv korri po ashtu edhe Norvegjia Erling Haaland dhe Austria po ashtu. Lidhem drejt për së drejti me ish futbollistin Vasil Ruçi për të folur më shumë për botrorin dhe emocionet që duron ky turne. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje, kënaqësia ime. Ruçi, me emocione ka nisur ky botror, si po e shikoni krahasuar ndoshta me Katar 2022 dhe për cilën kombëtar e bëni tifo? Emocione akoma s'kan filluar sepse kuptohet, ndeshjet e para nuk janë gjithmonë emocionuese, janë gjithmonë rezultative, që të arrijë një rezultat sa më pasëm për të kaluar grupet. Ky kampionat botror më duket më shumë një përfaqësi në gjithë botën. Kanë futur çdo lloj shteti në çdo sep të botës. Është zgjeruar. Dhe nuk e besoj që do ketë Katarin, sepse arsyeja është thjesht do ketë shumë ndeshje që nuk do jenë të shikueshme, do jenë monotone, sepse ka shumë ekipe të dobta dhe pak ekipe të forta. Dhe unë besoj se do kemi edhe një fatkeqësi të madhe mbas këtij botrori. Më shkon mendja që dy lojtarët më të mëdhenj të botës do të shikojmë më. Leo Messi dhe Cristiano Ronaldo. Patjetër. Mirë, po meqense nisim me Leo Messin dhe të ndalim në fakt sfida më e freskët që u luajt Argentinë Algjeri, si e pat këtë kombëtare edhe Messin po ashtu i cili arriti të thyente rekorde të tjera, duke barazuar edhe me rekordin që mbaj në fakt përsa i përket numrit të shënuar nga golat me Klose, por sërish qëndron modest. Pra, rekordet për të nuk janë asgjë, ai do filloj dhe do vazhdoj të luaj përsëri. Leo Messi e kam thënë gjithmonë që është për mua futbollisti më i mirë gjitha kohërave që kalim kësaj. Në këtë rrezull topsor deri tani Messi është zanati i tij që të shënoj gola. Por më e bukur e Messi është janë intervistat e tij. Gjatë gjithë kohës ai ka qenë njëri modest, njëri i cili asnjëherë nuk është ankuar, por gjithë kohën fjalët i ka pas të pakta, apo punën e ka pas shumë të madhe. Dhe unë besoj është nga njerëzit më modest në botë dhe nga njerëzit më të mirë në botë. Ndërkohë, sa i përket në problemin në të gjithë rangun e futbollit, do kuptohet. Edhe duke ju referuar legjendave të së shkuarës? Besoj po, unë besoj jam i dashuruar mbas atij, kuptohet. Më pyete me kë jam tifoz, unë jam tifoz me Spanjën. Detyrimisht Spanja me aq sa pa shumë, më duk si ajo kukulla Barbie, sa e bie në një dorë pak të fortë, fillon e qanë e ulurin. Por besoj e ka futbollin brenda dhe varet gjithmonë se sa e fortë do të jetë. Po, është ekip delikat. Nuk ishte në një ekip i parë në letër, aq i fortë përballë Spanjës, ndoshta nuk e vlerësoi aq sa duhet, si mendoni? Po, ashtu është, nuk kanë qejf ta ndërgjojnë energji që në fillim, sepse kampionati është gjatë, është një muaj, një herë në 3 ndeshje apo 4 ndeshje ka ndeshje, nuk konsumojnë gjitha gjërat që në fillim, rëndësi ka kualifikimi dhe trajnerat në përgjithësi mendojnë që kualifikimin të arrin edhe me pak forca të erdhur në fushë, pak lojtar të mirë të erdhur në fushë. Por akoma s'kan filluar ndeshjet cilat ne do nxjerrim një konkluzion më të saktë se cili ekip është i denjë për të vajtur deri në finale. Deri tani s'kemi parë akoma Anglinë, s'kemi parë Portugalinë, pra janë ndeshje të cilat nuk mund të nxjerrim një konkluzion të saktë. Patjetër, janë dhe vetëm sfidat e para në fakt që luhen në këtë raund të parë të nisjes të kompeticionit, megjithatë patjetër që pikët janë shumë të rëndësishme për ekipet, kështu që ekipet e traditës nuk do t'i zhgënjejnë tifozët, sidomos përballë ekipeve të vogla, siç e theksuam dhe në fillim, është zgjeruar ky kompeticion, vendet aziatike, po dhe Japonia, pra që se përmendim se disa e keni ndjekur, duket sikur po na surprizojnë, apo jo? Po patjetër ka ekipe surprizon. Futbolli është rritur, futbolli është tani është bërë konkurrueshëm në të gjithë botën, pothuajse në gjithë botën. Po shikon ekipe shumë të vogla me 150.000 banor dhe të vinë të konkurrojnë tamam të denja. Por për shembull edhe tifozat këtë radhë mua më bëri përshtypje një gjë fantastike. Tifozat e Norvegjisë me Halanin, cilin bënin një anijet me vela, që bënin vela. Do me thënë vela tregonin do vemi deri do ta kalojmë oqeanin. Pra një gjë simbolike të bën, domethënë
janë diçka të bukura tek që bien dhe tifozat që këtë kampionat botëror ta bëjnë akoma më të bukur e me shikueshmëri, me kërshëri. Po, se janë shumë kultura të cilat vjen tashmë në një pikë në një qendër të vëmendjes fakti gjithë bota me sytë nga botrori, pavarësisht se këtu në Shqipëri ndoshta edhe zhvillimet politike, por edhe momenti se si zhvillohen ndeshjet, një pjesë e ndeshjeve zhvillohen shumë herët në mëngjes, por e pamundur për të evituar për aq kohë sa luhet në një kontinent tjetër dhe duhet të thënë për herë të parë në 3 shtete të ndryshme, SBA, Meksik, Kanada. Më e mirë kështu, është më e bukur kështu, sepse futbollin duhet ta gëzojnë gjithë. Duhet ta ndjejnë nga afër, duhet vënë stadium, duhet ta prekin me dorë, të prekin shkallët e stadiumit, të kenë ndjeshmëri me emocionin, të kenë shfaqjen aty live tek sytë e tyre dhe është më e bukur që bëhen 3 shtete. Atëherë, nëse do ndalemi pak te ekipet e traditës, ose ato ekipe kombëtare të cilat i shohim edhe si pretendente kryesore, pak një koment nga ju do doja Ruçi sa i përket Francës, kori sukses përballë Senegalit, një ekip i lehtë i parë në letër, por me yje, pra që duket se Franca po i prodhon përveç Mbappés, që një gjërësisht duket një ekip pra që gjelat kanë me vërtet një kontingjent shumë të mirë aty. Unë padyshim Franca ka sot nga sulmet më të mira dhe besoj se do të jetë një ekip i cili do rivalizojë deri në fund. Por unë vetë si person do të doja sot që Anglia të arrinte në finale. Nuk jam tifoz angles, por Anglia ka një element i cili është ndoshta më i mirë ka më të mirë nga gjithë të tjerët. Ka një qendër sulmuesi i cili për mua është më i miri në botë sot, se nuk bën dot vetëm rolin e qendër sulmuesit, po ai bën dhe rolin e organizatorit, e cila atë Anglia ka marrë për sipër në kurriz. Por edhe Franca është e rrezikshme me 3 sulmuesat që ka, padyshim që është produktive dhe sot në ditët e sotshme në futbollin e sotshëm, kur arrinte goli do thotë të arish suksesin. Dhe janë ekipet të cilat arrin kollajt e goli. Dhe padyshim nuk mund të vënë kandar cila do jetë ajo që do ketë suksesin më të madh, sepse në varet nga shumë kushte të tjera, nuk se dhënë futbolli të jetë një gjë e shkruajtur në letër, është a priori, ka dhe fati brenda, ka dhe shumë gjëra të tjera, të cilat unë besoj që këtë radhë them dëshirë kam që Anglia të vejnë finale, por të vejnë me një ekip latin. Me cilin? Unë doja me Marokun. Me kë? Ta kisha surprizë, Maroku. Okej. Mendoni që është një ekip Brazil-Marok, sfida e parë 1-1. Nuk e di sa keni arritur do ta shikoni, por e merituar për Brazilin që jemi mësuar ta shohim që shënon shumë? Shko, për mua, për mendimin tim, Maroku lozi shumë herë më mirë nga Brazili. Për mua. Por Marokun e trëmbi fanele e Brazilit. Maroku duhet kuptoj që edhe fanele sa e që rëndë. Sepse unë të paktën me sa kam dëgjuar, trajneri ka 3 muaj që e ka marrë, trajneri ka qenë trajneri të rinjve të cilët para disa vitesh më duket të kanë dalë kampion, janë të rinj, kanë një mesfushor që nëse do na ikim Messi dhe Ronaldo, atëherë do i lutemi Zotit na bie ndonjë tjetër si ata. Po ka një mesfushor shumë të mirë 18 vjeçar, 19 vjeçar. Dhe më pëlqen që Maroku të arrijë deri në kaqe, më pëlqen që të vejë deri atje. Po, do me dhe për të parë se si do shkoj, pa diskutim që aftësitë i kanë, futbollin ndonjëherë është dhe surprizë, është dhe moment, është dhe fat, por janë ekipe me cilësi pra aq kohë sa janë deri në këtë fazë pa diskutim. Ndërkohë Gjermania, po ashtu nuk dua ta lë pa marrë një koment nga ana juaj, 7-1 është kombëtarja që ka shënuar më shumë deri tani përballë Curaçaos. Gjermania, për mendimin tim, nuk ishte ndeshje, ishte bëri një freskollëk, i bëri një kampionatit një freskollëk që u tha njerëzve, hajde në stadium se pas ka gola, se nuk ishte kundërshtar për të patur, Gjermania do duket përballë ekipeve të forta, dhe atëherë do arrim të nxjerrim një konkluzion cila është Gjermania, por Gjermania gjithmonë ngelet Gjermani. Nuk asnjëherë nuk mund të vlerësuar Gjermania. Gjermania është statur tjetër, është kështjellë e fortë shumë. Po krahasuar me Gjermaninë e viteve të mëparshme, mendoni se ka rënë paksa kualiteti ose metodologjia e lojës? Kam bindje këtë radhë nuk ka lider të plot, shumë siç në kohën tonë ka pas Müller, apo ka pas Beckenbauer, apo ka pas Mateus, apo shumë lojtarë tjerë. Nuk ka evidentuar akoma liderin i cili do ta marrë ta udhëheqë këtë Gjermani deri në finales, por gjithmonë ngelet e fortë.
Patjetër. E mirë, me këta ekipe që ne ju bëm fakt ndoshta një analizë përgjithshme sa i përket çfarë është prodhuar në fushë, ne do jemi këtu për ta ndjekur pas hapi për të parë se kur do bëhet fakt dhe loja paksa më nxehtë me eliminimet të cilat pa diskutim për shumë tifoz do të hidhërojnë, për disa do të gëzojnë. Tani tifozët e Spanjës keni dëshirë që Maroku ndoshta dhe Anglia të jenë në finale, kush e fiton botrorin? Jo, do doja që në kaçë në finale të ishte edhe Anglia dhe Maroku, por edhe Spanja ime, unë do doja edhe Spanja ime, por kam frikë vë në dyshim Francën me Gjermanë. Pra që mund të jenë finalistët e Një mbej? nga këto mund të jenë finalistë. Do më pëlqente shumë që kjo kaçë të ishte 4 apo këto 5 ekipe të ishin finale. Një miks i ekipeve paksa europiane edhe me vendet e tjera, po, pse jo, dhe të shohim se si do shkojnë. Ndërkohë, Ruçi, një koment pa diskutim të doja për sa i përket ndalimit të rrugtimit të Shqipërisë drejt kësaj ëndre të madhe, do ishte historike si moment, pak na u desh ndoshta të jepni më shumë për të kaluar, por try again, pra të provojmë përsëri. Çfarë nuk shkoi dhe sa i kemi gjasat, si e kemi cilësinë te kombëtarja? Unë besoj se Shqipëria gjatë rrugtimit saj diti të veshi shumë bukur kostumin e bukur të futbollit. Rrugës nuk arriti do të vinte kollaron, edhe të gjitha një borsalin që të vende në Europian, në botëror, por një gjë ka një kostum sot që për bukur. Dhe detyrimisht këtij kostumi duhet patjetër që t'i vesh një elek të bukur dhe një trëndafil të xhepi, që kjo është trajneri. Nuk e di çfarë roli do të ketë trajneri në këtë rast, se nuk e njohim këtë lloj trajneri që kemi sot. Por inshallah do Zoti, sepse gjithmonë kur bëhet një ndërim trajnerësh, padyshim pretendojmë që të bie më të mirin. Më i mirë nga i kaluari. Do Zoti që të jetë më i mirë nga i kaluari. Kur do shohim këtë? Sepse stofin e ka Shqipëria dhe ka futbollin në kombëtare dhe këtu e ka treguar me rezultatet që ka. Kështu që unë do besoja që trajneri që kemi marrë të jetë më i mirë nga trajneri të kaluarës. Do na duhet presim shtatorin, apo jo, se me 2 ndeshjet miqësore nuk ishin matës për të kuptuar ende? Nda me humbje. Më duk se ndeshjet miqësore trajneri s'kishte një ori. E dyta, më duket si ndeshje prove, që të provonin disa lojtarë cili ishin pa kontrata, siç duket, donin ti fusnin në fushë, të përfaqësoheshin edhe ndoshta. Edhe ndoshta bën mirë për arsye sepse gjithë lojtarët e kombëtarës duhet të jenë në aktivitet vitin që vjen, që kur të afrohen me ekipi kombëtar të jenë mbi aktivitet dhe jo duke ndonjëherë. Duke qenë jashtë fushave të lojës. Dhe mirë bëri që e bëri atë punë pavarësisht nga rezultatet. Por shtatori do na tregoj, ky trajner a do di që këtë lloj ekipi të administrojë ashtu siç duhet, dhe edhe një herë po e them që rol kryesor në këtë radhë nuk kanë futbollistët tek ne, futbollistat i kemi. Rol kryesor do të ketë trajneri. Është ai i cili unë e besoj suksesin tek ai. Po nëse vazhdon me formulën që përdori, me skemën pra që përdori në këto sfida miqësore, mendoni se ekipi jonë do jetë i aftë i përgjigjet e asaj skeme dhe pra që të arrijmë të marrim rezultatin më të mirë? Skemat bëhet mbas të aftësive lojtarëve që ke. Nuk është e thënë që futëm këta lojtarë dhe përshtatëm skemën. Në shtator mund të ketë lojtarë të tjerë, do i të përshtatet skemës të lojtarëve të tjerë që do inë, që aftësitë janë të ndryshme me ata që lozën këtë radhë. Pra një trajneri mirë mbas të aftësive të lojtarëve që kanë lojtarët, përshtat dhe skemën. Shtatori do ta tregojë se ku do edhe në fushë dhe si do ndryshojnë gjërat. Nuk e besoj te kjo që u paraqit tani. Japim kohën atëherë, Ruçi, unë ju falenderoj shumë për këtë ndërhyrje dhe për kohën tuaj, shumë kënaqësi. Faleminderit dhe ju. Ju përshëndes.